Vdekja e papritur. Enes bin Malik radiallahu anhu tregon se profeti alayhi salam ka thënë: prej shenjave të afrimit të orës së fundit të dynjas është hëna e re të duket si dy ditëshe, xhamit të merren në rrugë kalimi dhe të shfaqet vdekja e papritur. Çfarë është vdekja e papritur? Ibn el-Athir thot: vdekja e papritur është ajo vdekje që vjen në befasi pa i paraprirë ndonjë shkak. Allahu i madhëruar i ka bërë vdekjes disa shkaqe, të cilat paralajmërojnë se njeriut i është afruar exheli, çasti i vdekjes, si 1. Sëmundje të vdekjeprurse. 2. Situata të vështira, të cilat njeriu e di se nuk del dot i gjallë prej tyre. 3. Pleqëria e thellë dhe tretja e trupit, kur njeriu e lën fuqitë dhe gjallëria gradualisht. Pra, vdekja që vjen përjedhoj të këtyre shkaqeve është vdekje e pritshme dhe njeriu, edhe pse nuk e di momentin e tij të fundit, por ama e di se është afër saj. Veç këtyre rasteve ka edhe raste që njeriu t'i vjen vdekja kur ai nuk e pret atë, si 1. Vdekjet e aksidenteve rrugore, ajrore, apo ato që vijnë nga zjarri o uje të tjerë. 2. Vdekja që vjen nga problemet e çastit të disa pjesëve delikate të trupit, si zemra apo truri, të cilat shkaktojnë vdekjet menjëhershme. 3. Vdekje që vijnë nga sulmet e papritura të njeriut apo kafshëve. 4. Vdekjet që vijnë nga dukuritë natyrore si tërmetet, vullkanet, përmbytjet e të tjerë. Në këtë rast kemi të bëjmë me vdekje të papritur dhe për këtë njofton profeti alayhi salam se është dukuria e afrimit të orës së fundit të dynjas. Çfarë thuhet për vdekjen e papritur? Ubejd bin Galid radiallahu anhu tregon se profeti alayhi salam ka thënë: vdekja e papritur është marrje zemrimi. El Kadi El Beidawi thot: kuptimi i tij është se vdekja e papritur është pasojë e zemrimit të Allahut me njeriu, sepse duke e marrë atë në befasi, nuk i lë atij mendësitë përgatitet për botën tjetër me pendim, po e merr si popujt e hershëm gjunaqtar dhe të prishur, për të cilët thot Allahu i madhëruar: ne i morëm ata në befasi dhe atëherë u hutuan. Enam 44. Pra vdekja e papritur vjen për shkak të zemrimit të Allahut me njeriu kur ai ka lënë kufit e tij. Mirë, po kjo vdekje mund të ndodhë edhe njerëzve besimtar, siç tregon Aisha radiallahu anha, se një burrë pyeti profetin alayhi salam: nëna ime vdiq papritur, dhe nëse do të kishte mundësi të fliste, do të kishte dhënë sadaka, a ti japun sadaka për të? Ai tha: po. Ky hadith sipas titullit që i ka vënë Imam Buhariu, tregon se vdekja e papritur mund të ndodhë edhe besimtarve, siç ndodhi me këtë grua besimtare dhe profeti alayhi salam e pranon sugjerimin e birit të saj për të dhënë sadaka për të, gjë e cila nuk tregon zemrim. Bashkimin mes këtyre haditheve e ka bërë Ibn Mesudi radiallahu anhu, i cili thot: vdekja e papritur është mëshirë për besimtarin dhe zemrim për të prishurin. Atëherë, vdekja e papritur është sipas kategorisë së njeriut. 1. Është mëshirë për besimtarin, sepse vdekja e pritur ka mundim dhe vështirësitë e saj, siç thoshte profeti alayhi salam në momentin e tij të fundit: la ilaha illallah, nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë veç Allahut. Me të vërtetë, vdekja ka sikletet e saj. Kështu, Allahu e çliron atë nga vuajtjet dhe vështirësitë e saj. 2. Është zemrim të ajo besimtarve dhe të prishurve, sepse nuk u lë mundësi për pendim, siç e përmendëm më lart. Disa prej kriminalëve për të cilët Kurani njofton se patën vdekje të papritur. 1. Faraoni i Egjiptit, i cili gjatë jetës së tij thoshte: unë jam Zoti juaj më i madh. Ai, kur dolën Ben Israilet nga Egjipti, i ndoqi nga mbrapa, duke menduar se do t'i kapte dhe nuk i shkonte në mend se ata do të shpëtonin, ndërsa ai vetë do të ishte viktima. 2. Karuni Ben Israilve, të cilit Allahu i kishte dhënë aq shumë pasuri, sa sëndukët kur ruaj pasuria e tij ishin të rëndë dhe për njerëzit më të fortë. Allahu ja kishte dhënë këtë pasuri, por ai nuk e pohoi asnjëherë këtë gjë dhe ja dedikoi atë vetes së tij. Atë e fundosi Allahu bashkë me shtëpinë e tij në tokë, në atë moment kur po ecte i zbukuruar dhe me plot madhështi, dhe as pak nuk e priste se pikërisht atëherë do të dilte nga kjo botë. Vdekja e papritur ka ndodhur edhe tek popujt e dënuar, të cilët Allahu i shkatroi në befasi, siç thot Allahu për popullin e Adit. Ata, kur e pan erën duke ardhur, thanë: ajo është erë që do të na sjellë shi. Jo, ajo është dënimi për shpejtuar. Ajo është një erë që mbar të dënim të dhemshëm. Ajo shkatron çdo gjë me urdhrin e Zotit të saj, dhe ata nuk u pan më përveç shtëpive të tyre të rënuara. Kështu e dënojmë ne popullin kriminal. Surja Ahkaf 24-25. Një dua që të ruan nga dënimet e papritura. Abdullah ibn Umer radiallahu anhu tregon se profeti alayhi salam në duat e tij thoshte: o Allah, unë kërkoj mbrojtjen tënde prej largimit të mirësisë tënde, ikjen e shëndetit,
prej dënimit tënd të befasishëm dhe prej të gjithë zemrimit tënd. Fjala prej dënimit tënd të befasishëm do të thotë se profeti alayhis salam kërkon mbrojtjen e Allahut prej atij dënimi që vjen i papritur, i cili nuk të jep mundësi për të penduar dhe ndryshuar, dhe s'ka dyshim se edhe vdekja e papritur futet në këtë dua. Pse vdekja e papritur është dukuria e afrimit të orës së fundit të dynjas? Profeti alayhis salam njofton: nuk ka mbetur nga dynjaja veçse fatkeqësi dhe sprova. Nuk ka për të ardhur ndonjë kohë veçse ajo që do të vijë pasaj do të jetë më e keqe se e para. Kjo kohë, e cila i paraprin orës së fundit të dynjas, do të prish shumë njerëz dhe ka shumë mundësi që kjo të jetë shkak i dënimeve të papritura, mes tyre edhe vdekja e papritur, dhe Allahu e di më së miri. O Allah, na ruaj prej dënimit të papritur. Amin.